teoria e formave dhe teoria e ideve e Platonit nuk është se nuk i pati kritik të vetë që në themelimin, që në përurimin e saj. Do thot nëse marim hajde ta zëm Demokritin si gati se si bashkës i Platonit, apo Epikurin i cili jetoi 4 vite pas vdekjes së Platonit, do thot teoria e formave dhe ideve, apo i idealizmit platonik, e pati kritikën që në fillim. Po kjo kritik do të thot ishte e shëndosh dhe hajde të them, ani pse nuk i preferoj shprehjet e huaja, kishte një binary oppositions në këtë drejtim, do thot idealizmi, materializmi. Natyrisht në metafizikën islame, perëndimore, po edhe ballkanike, kjo më vonë disi shkoi në favor të platonizmit, domethënë të idealizmit, me që u pasua. Natyrisht që gjithmonë pushtetet e kanë rolin vendimtar, pushtetet politike. Do të Foucault në këtë drejtim na ka zgjuar për të mirë, do të thotë na ka bërë me dije që realisht gjithmonë ka një tension mes mendimit që kërkon liri dhe pushteteve apo shteteve në këtë rast që duan mos cënueshmëri. Do të pushtetet dhe shtetet nuk duan të cënohen nga mendimi i lirë. Dhe mbase po të kishim një konstelacion tjetër që në Greqinë antike, ne sot nuk do ta mësonim një Platon të qëndërzuar, po do ta mësonim një Demokrit, apo do ta mësonim një Epikur. Në botën latine do ta mësonim një Virgil e jo dikë tjetër. Madje, kur flitet për mesjetën, do ta mësonim një Aveores apo një Ibn Rushd dhe jo metafizikën tomiste, e cila triumfoi ndaj aveorizmit që thoshte që religioni le ta ketë të vërtetën e vet, filozofia le ta ketë të vërtetën e vet. E që në thelb është aristoteliane, kjo averoizmit, kurse kjo tomiste është neoplatoniane që bazën e ka prapë të Platonit. Absolutisht, edhe do të thotë do si do lidhet me realitetet politike të kohës. Nëse ka një trajektore që gjithmonë e ka shoqëruar mendimin, ka qenë ky tensioni me pushtetin edhe me shtetin përgjithsisht. Në mesjet, siç e the, ekzistonte koncepti i magiodeit, ku njeriu si mëkëmbës i Zotit në tokë duhej të ishte figura e Zotit në tokë, e fytyrës së Zotit në tokë, ndërka që, siç e dim të gjithë dhe siç na mësohet edhe në shkolla, moderniteti në këtë rast evropian përbën një moment kthese për faktin që pushtimi mongol në botën lindore bëri të vetën, apo edhe mbytja në teologji, që të mos lëm fajin krejt mongolëve, mbytja në teologji e botës orientale, i la ku i la, dhe ku vazhdojnë të jenë edhe sot. Ndërka që në perëndim pati një zhvillim që e pamohueshëm që e prodhoi modernën. Dhe në këtë rast, thotë Descartes është një pikë these, edhe si një njeri që në adoleshencën dhe rinin e tij merr një shkollim jezuit, do thotë këtu ndoshta është kjo shfaqen elementet e para të teologut, më pastaj kemi një Descartes matematicien dhe një Descartes që